Edhe kjo javë ka nisur me një aksident të rënd në autostradën Lushnjë-Rogozhin në fshatin Zham sektor. Një automjet tip Foristrat ka përplasur Bajame Ramazanin 75 vjeçaj që kalonte autostradën nga njëra anë në tjetrën për të shkuar tek tokat, duke kaluar edhe mbi trafikndarse në autostradës vetëm 50 metra larg mbi kalimit. Përplasja ka qenë tepër e fortë dhe e moshuara është transportuar në gjendje kritike për jetën nga ambulanca në spitalin e Lushnjës, ku është nën kujdesin intensiv të mjekëve. Policia rrugore ka shkuar në vendngjarje për të dokumentuar ngjarjen dhe për të disiplinuar trafikun, ndërsa është ndaluar drejtuesi Foristradës deri në sqarimin e rrethanave. Sipas të dhënave të para, 75 vjeçaria banore e Zham sektor kalonte autostradën për të shkuar tek pronat nga ana tjetër e autostradës. Aksi Lushnjë-Rogozhin mbetet një nga segmentet rrugore ku regjistrohen shpesh aksidente me këmbësor. Ndonse në hyrje të fshatrave janë ndërtuar mbikalime për kalimin e sigurt, shumë banorë vijojnë të kalojnë autostradën në mënyrë të palishme, duke rrezikuar seriozisht jetën e tyre dhe duke rritur rrezikun e aksidenteve.